kemi edhe një invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i nderuar, si ju bën të ndjeni, jeni pjesëmarrës në këtë protestë kaq masive në mbrojtje të vlerave të ushtrisë lirimtare të Kosovës? Po, unë jam Ferhat Ademaj, i kam 2 konte këputën koshore, jam shumë emocionus, edhe po kam ardhur me një protestë me gjithë shef që t'i thamë gjykatës që jo në emnin tem. Jo në emnin tem të gjykon çlirimtarët tonë. Pjesëmarrja ka që madhe shqiptarëve anë mban trojve shqiptare, si ju bën të ndjeni? Emocionuse, normal, kuptohet ajo, shumë mirë. Është me të vërtet mi thonë gjykatës që jo në emrin shqiptarëve mi denue. Çfarë epilogu prisni ju nga ky proces gjyqësor, të cilin e quani të padrejtë? Shpresoj që t'i lëshojnë sa më shpejt. Epilog, normal jo e padrejtë, që 5 vite janë para burgim, kur një çfarë nuk e di. Kredet e ushtrisë lirimtare që 5 vite po mbahen para burgim. Si e vlerësoni këtë nga gjykata speciale, e cila Nga gjykata speciale është këtë fake, këtë falso. Është politik komplet. Nuk është gjykatë tamam që Falenderoj shumë i nderuar. Faleminderit.